Veç një pyetje kisha dashur. Nëse çika jote nesër të kisha ardhur dhe të shton, burri jam po më kërkon mua më nejt në shtëpi, jo me punu, po kam qef me punu, po ai po kërkon unë më nejt në shtëpi. Ai thu, ani çika jam me çokolidhje. S'po di herët është, po nëse është me kuptimin e tyre, kur gjithë keq s'ka më nejt në shtëpi. Po ai po ka qef me punu, ai po ka qef me rrit. Po dhe s'po ka mirë kuptim. Pra varet prej çka po do me punu ajo. Mësuse s'ka të keqe kur gjëjq. Në punë që mund me i bajt takati i saj, kur gjë të keqe s'ka. Edhe deri te çaj burra në kohë më marrë heq. Pjesën që pi marr shembull minjerat e drute këto. Cila punë kishin pengesë për vajzën tonde? Heqe këto që po merr shembull. Jo që to fizike. Jo po fizike. Për shembull marketing ose police, industri, po. Çika eme s'kisha pasë me dal cullak para një kjerë mullë të me reklamu kjerën. Ape këshyr qiken, ape këshyr kjerën. Ajo është kesh përdorim, me marë femne me përdorë si mish. Ska që është të jo qika me pas një qikës më se me po që është. Në profesion që ty si prend ta knaqë zamran, s'po di çfarë profesioni mundet me të pëlqy ty për qikën tone. Po ajo po ka qef me bo, po burri i saj nuk po ka qef që ajo me dal, se në qatë punë, pas ka edhe kolegë meshkuj. Ku dushka me pas kolegë meshkuj dhe femne? Po, për qaj është problemi, për që ata nuk lejnë burrat me punu, se ka